sot do të përgatis brumin për trana. Këtu kam 2 kg me miell. Ky është miell integral me hime. Ky është miell i bardh, siç përgatitet, siç e përdorim zakonisht në kuzhinë. E mira është që tranaja në tradit e ka të bëhet me miell fshati, i themi miell i zi. Po është ky mielli me hime. Këtu kemi 2 kg, 1 kg të bardh dhe 1 kg po e quajmë të zi. Edhe kripa nuk ka nevojë që ta hedhim me mas, edhe po të hedhim shumë krip, nuk ka problem, vetëm duhet të jemi të vëmendshëm gjatë gatimit të tranas, aty duhet të jemi të kujdesshëm, sepse kjo krip që hedhim tani, po t'i hedhim dhe gjatë gatimit, do të na bëhet e kripur, që kështu ne e përdorim këtu me shumicë, sepse kjo e mbron për mos të zënë krimba, larva e të zë mielli, zakonisht. Gjithashtu dhe kosin nuk e kemi me mas. Është e mira që të përdorim qumshin e dhis, sepse ky e bën shumë të shishëm, nuk zihet shumë i mirë kos, risi i ujshëm, nuk bëhet një kos i fort, thellë siç i themi ne, por është i shishëm për trana. Unë kam qumshin e dhis, edhe do bëhet tranaja shkëlqyer. Do të zëm një brum, por duhet të jetë brumi shumë i fort, nuk duhet të jetë një brum i ujshëm, do të jetë tepër i fort, sepse do ta lëm gati 5-6 ditë dhe ai gjatë kohës që do të ri, do të thartohet, do të lëshohet, edhe rritet edhe vëllimi i tij nga ajo që thartohet. Kemi hedhur të gjithë kosin, mirë po na është bërë pak i ujshëm. Do të shtojmë miell derisa të krijojmë një brum që të jetë shumë i fortë. Do të shtojmë vazhdimisht miell sa ta shikojmë që të jetë një brum jo i lidhur, po mezi ta punojmë. Tranaja si tradit bëhet në fundin e gushtit dhe në javën e parë të shtatorit. Atëre e zëm brumin për të bërë tranan. Mund të përdorim çfarë do lloj kosi, nuk është e rëndësishme vetëm kos nga qumshi i dhis, ai e bën më të shishme, por mund të përdorim dhe kos dele, kos lope, nuk ka problem. Kos nga qumshi i lopës. Tani e kemi bërë brumin në këtë mënyrë, saqë nuk po lidhet më, është bërë shumë i thatë, shumë i fortë për ta punuar, dhe kjo është koha e dur e përfundimit zënies së brumit. Nuk kemi mundësi më që ta punojmë. Ja, duket që është tepër i thatë, e ka pirë aq shumë mielli të gjithë kosin që i kemi hedhur, sa që është bërë shumë i thatë, sepse i kemi hedhur vazhdimisht miell pak nga pak, duke e punuar që ky të forcohet të bëhet një brum tepër i fortë. Në këtë moment ne do ta ndajmë në 2 pjesë dhe do ta vendosim në 2 tepsi. Këtë mas që kemi në një enë këtu, në një tepsi, dhe te kjo tepsia ku kemi zënë brumin, këtu mund ta lëm pjesën tjetër. Këto tani do t'i mbledhim mirë me pecet që të mos na mbushen me tymra dhe do t'i lëm në një vend që që mos të jetë i rahur nga njerëzit të kalojnë edhe kështu, që mos na marrin tymra dhe mikrobe, pisliqe. Dhe do t'i vendosim për 5-6 ditë. Në mëngjes dhe në darkë, brumi do ketë ardhur, do jetë fryrë, ne do ta prishim përsëri, do ta punojmë, do ta sjellim përsëri në këtë gjendje. Kjo do të vazhdoj për një javë, dhe pas një jave pastaj do të vazhdoj me bërjen e tranas. Ku e kemi tranan, e zbulojmë. Pasi e kemi zënë brum, e kemi lënë për 6-7 ditë dhe në mëngjes dhe në darkë, ne do ta punojmë gjithmonë në këtë mënyrë. Kjo vjen, thartohet, ne e punojmë në mëngjes dhe në darkë për 7 ditë rresht. Dhe e kemi, kjo është dita e 7, e kemi në këtë gjendje tranan. Është larguar lagështia e tepërt e kosit që zum brumin dhe e kemi pothuajse gati tranan, e kemi gati të bërë. Tani në një mbulesë tavolinë të lartë e kurosur, këtë mas që kemi këtu në tepsi, do ta hapim në gjithë mbulesën, gjithë tavolinën, do ta mbulojmë me masën e këtij brumi
Dhe në këtë mënyrë si e kam përgatitur unë, është shumë e thjeshtë që të përfundoj tranaja, sepse e mbarojmë në një mënyrë shumë të shpejtë. Nuk na lodh dhe nuk na mundon fare. Pasi e kemi hapur të gjithë brumin, në gjithë sipërfaqen e tavolinës, edhe e kemi hapur në këtë mënyrë, do ta lëm për 3, 4, 5, 6 orë, derisa të shikojmë ne që ky po thahet dhe shkërmoqet mirë në këtë mënyrë. Po qumshi që kam përdorur unë, qumshi i dhis, e bën shumë të shishëm se ka yndyrë dhe i jep mundësinë që kjo të shkërmoqet me lehtësi, nuk na mundon kur e shkërmoqim në këtë mënyrë. Do ta lëm 3-4 orë deri dhe 5 orë, derisa të thahet, të avullojnë lagështia që ka brumi. Dhe pasaj, gjatë kësaj kohe gjithmonë e lëvizim në këtë mënyrë që të thahet, gjatë kësaj kohe e lëvizim në këtë mënyrë gjithmonë, dhe këto kokrat e mëdhaja që janë kështu gjithmonë do t'i shtypim me të dyja pëllëmt e duarve, që këto të kenë mundësi të shkërmoqen, të bëhen pluhur, kokrat vogla. Pasi ne shikojmë që ka arritur një tharje e mirë e brumit dhe e kemi shkërmoqur në këtë mënyrë, mund të përdorim ose këto kullesat e makaronave, edhe këto të perimeve. Po kjo i ka pak të mëdhaja këto vrimat dhe pluhuri i tranas që do na dali del më i ashpër, më i madh. Unë përdor zakonisht këtë kulles makaronash dhe kjo e nxjerr shumë të mirë, por është dhe ai shoshi që njihet në gjuhën popullore që e përdorim kur gatuajmë trana, shoshi me ato vrimat që e nxjerr apo stafat është ai. Por mund të përdorim dhe këto të makaronave. E rëndësishme është që kjo që përftohet, tranaja do me thënë tjetë e shkrifët, tjetë e thatë dhe kjo nuk na bëhet më kokër kështu, si puna e kësaj që e kemi këtu, edhe do ta lëm në këtë mënyrë që të na thahet për disa ditë. Por në fillim tani do të punojmë tranan. Këto që na ngelen këtu në kullesën e makaronave, ne i shtypim vazhdimisht këto me duar dhe të gjithë këtë e nxjerrim poshtë nga kjo kullesa e makaronave. Vazhdojmë kështu me gjithë brumin që kemi të përgatitur për ta bërë trana. Do ta sitim te kjo sita e makaronave dhe kemi përftuar tani. Kjo është tranaja. Ja, po ta shohim. Dhe këtë ne e gatuajmë e bëjmë trana, ose çorbi, themi ndryshe. Do ta lëm në këtë mënyrë, siç e kemi kështu, do ta lëm në një vend që nuk kalon njeri që të mos ta ndoti, mos ta bëjmë pis me tymra. Dhe është e mira që në këtë mënyrë të thahet në një dhomë që nuk e zë dielli, sepse nëse do ta zinte dielli, do t'ja largonte atë thartirën edhe atë erën e mirë që ka, dhe ne do ta lëmë në një dhomë ta thajmë gati për 10 ditë.